atë fishta. E sot është dita. Ky është muaj i ndarë mes prillit dhe majit. Kjo është dekada e ardhjes së fatit evropian të Shqipërisë, mu në dorën tonë. Kur si asnjëherë më parë që kur ne dolëm nga ferri komunist, Bashkimi Evropian ka shkuar përtej fjalëve, ka shkuar përtej premtimeve dhe ka hapur portën e madhe duke na dhënë një afat për të mbyllur negociatat dhe për të nënshkruar marrëveshjen e hyrjes son në atë shtëpi të ndërruar 2027. E pra, tamam në këtë vit të 2025, që përpos tjeras është jubilar, dhe është një vit i shenjtë përbotësisht, kur gjëmimet dhe kanosjet e luftës në dyert e Europës dhe rrëmuja e re gjeopolitike paralajmërojnë kohëra me sfidat mëdha përpara, ne shqiptarët nuk mundet në asnjë mënyrë ta humbasim takimin me historinë për mustaqet e Kujtim Gjuzit. Sepse sado komike duket, kjo është e vërtetë. Të takosh historinë apo të futesh nën mustaqet e Kujtim Gjuzit. Sot është dita dhe ky muaj i ndarë mes prillit dhe majit është koha që ne të nisim jo fushatën elektorale të radhës, po kuvëndimin e madh të maleve e të fushave, të qyteteve të fshatrave, të shqiptarëve e shqiptarëve përtej të majtës dhe djathtës, matan barikadave partijake dhe dasive të vjetra, për Shqipërinë zonjë në sallonin e madh të familjes bashkuar europiane. Sa më të bashkuar dhe sa më të vetëdijshëm për fatin që na ka ardhur në dorë, por jo për gjithmonë, sepse takimet me historinë nuk presin dhe as shtyhen dot sipas shefit tonë se kemi ca punë të tjera, ne duhet i shkojmë rrugës hapur të fatit pa paragjykime për njëri tjetrin dhe pa tundime për budallëqet e radhës. Nëse duam t'i japim fund historisë së një populli pa drejtësisht i mbetur si dorës dytë dhe të dorëzojmë fëmijëve tanë dhe të gjithë brezave që vinë një vend brenda kufive të Bashkimit Evropian, ku mes shqiptarit, italianit, grekut apo gjermanit të mos ketë më asnjë dallim. Dhe jo vetëm të mos ketë më asnjë dallim, por të mos ketë më asnjë shans për ta parë shqiptarin nga lart poshtë. Shqipëria sot nuk është gjëkundi njësoj në atë që ishte kur ne morëm detyrën. Në asnjë fushë, askund. Përveç se në kënetën e opozitës dhe të mediave rreth saj, ku për hir të vërtetës situata është edhe më keq se ç'ishte kur ne morëm detyrën. Por s'ka asnjë dyshim se Shqipëria sot nuk do të jetë gjëkundi njësoj me Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Në asnjë fushë e në asnjë drejtim dhe mbase edhe këneta opozitare do jetë farë deri atëherë. Po kjo është vetëm një gjë që e ka në dorë pakica dhe jo shumica e shqiptarëve. Shqipëria 2030 do të jetë një Shqipëri e re. Një vend
me një tjetër pozicion dhe një tjetër fuqi, si një shtet antar i një familje të madhe, lirish, të drejtash dhe mundësish që ne sot nuk i kemi akoma. Dhe që as nesër nuk mund t'i kemi pa u bërë pjesë asaj familje. Në atë familje, liria individuale e shqiptarëve, të cilën kur se si askush do ta marrit mirë qënë dhe të dhënë njëre mirë, nuk do të vihet më kur në diskutim nga asnjë qeveri apo i parë qeverie këtu në Shqipëri, sepse kush hyn në atë shtëpi nuk luan dot më ku kam qefi me qytetarët e vet. Prandaj dhe në atë familje askush nuk e vë dot në pikpyetje barazin para ligjit për qytetarët e vet, të cilën ne, socialistët e progresistët e Shqipërisë, e kemi sjellë për herë të parë si zhvillim real, konkret, aktual në jetën shqiptare, ku s'ka pasur kur barazi para ligjit dhe as drejtësi të pavarur, qysh nga viti 1912. Prandaj, edhe qysh nga viti 1912 dhe deri pak vite më parë, s'ka pasur kur, asnjëherë, në asnjë rast, një individ të veshur me pushtet politik, që t'jetë hetuar, gjykuar apo dënuar nga prokuror e nga gjykatës të pavarur prej qeverisë. Por ama barazim para ligjit, populli shqiptar nuk mund ta lërë dorën e qeverive dhe të parëve të qeverisë këtu, po duhet ta marrë vetë në dorë. Duhet ta mbrojë me të gjithë forcën e vullnetit vet